Partia e parë nuk ka asnjë arsye të vetme që të thotë jo. Qytetari nëpërmjet votës së vet ka ndihmuar që të ribalansohet skena politike, nëpërmjet votës së vet i ka ndihmuar demokracisë, që ka qenë pikrisht thirrja jonë përgjatë kësaj fushate, dhe siç e tha edhe kryetari i LDK-s, njëkohësisht ka ndihmuar që të refuzohet përçarja dhe të pranohet koncepti i bashkimit si vizion, i cili duhet të qohet përpara edhe nga ne, por edhe nga gjithë qytetarët e Kosovës. Siç e thash, ky është vetëm hapi i parë, është një hap jashtëzakonisht presdënës për ne. Me punë të vazhdueshme afër qytetarëve tanë jemi jashtëzakonisht optimist pas këtij rezultati. Koha e ringritjes vetëm se ka filluar dhe nuk ka asgjë që e ndal. Ne do të punojmë që të kemi institucione sa më parë. LDK-ja e ka kandidaturën e vet, dhe siç e përmenda, Partia e parë nuk ka asnjë arsye të vetme që të thotë jo për këtë kandidaturë, përkundrazi ka mira arsye që të thotë po. Dhe që të gjitha ato mira arsye janë në interes të shtetit të Kosovës.